Në një hadith e shoh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tek lutet dhe thotë: O Zoti im, kërkoj mbrojtje tek ti nga kopratësia, dembelia, nga koha më dërmuese e jetës, nga dëshkimi i varrit, nga trazirat e jetës dhe të vdekjes. Shikoni, pejgamberi alayhis salam po bën lutje, po thotë kërkoj mbrojtje nga ti nga koha më dërmuese e jetës. Dhe kanë thonë muhadithët, ata që i kanë komentuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që koha më dërmuese e jetës është pleshnia. Është pleshnia dhe pejgamberi alayhis salam ka kërkuar mbrojtje nga pleshnia, ka thonë që ku të plakë unë më mbroj o Zot. Më mbroj se më nuk i kam mundësit me marrë vendime që jam i ri. E pejgamberi alayhis salam e ka pas moshën gjallët e 3 vjeç, ka vdek pejgamberi alayhis salam, po ka pas pleshni. Me i thon sot një tonit gjallët vjeç që i ka bën, je plak, ke i në moshën e pleshnis, vallah typ në krye dhe tot hezbe se s'po di ki kur gjo. Pse? Sa ai mendon se me farmerka ku të vishet, e mendon me një këmish të rive ku të vishet, e mendon që ku t'i lyn flokët me të zeza, e mendon që e mashtron Allahun xheleshanu. Jo, o zotnise, nuk e mashtresh Allahun xheleshanu. Ti e plak mo. Ti e plak mo. Ti ke i në atë fazën e pleshnisë, duhet ta pranosh me dur hapun, dhe me thonë unë jam plak, edhe unë i takoj qësaj periudhe të cilën e ka caktuar i madhi Allah xheleshanu.